Sa po ka nisur foltorja e PD-s përpara kryeministrisë si çdo të hënë ora 18:00, edhe sot pjesëmarrja lë shumë për të dëshiruar, por leadershipi e mbulon me strategjinë e zgjedhur. Për këtë arsye edhe masat e sigurisë janë shfryrë, pasi nuk shihet asnjë rrezik. Mirë po sot, përpara nisjes së kësaj foltorjeje, kreu i PD-s Sali Berisha paralajmëroi protesta të fuqishme në të gjithë vendin. Berisha theksoi se opozita është në dialog intensiv me qytetarët dhe po përgatitet për mobilizime masive, që sipas tij do të jenë më të fuqishmet që ka njohur Shqipëria. Ai kërkoi që shqiptarët të jenë pjesë e një lëvizjeje që sipas tij synon të mbrojë lishmërinë dhe të kundërshtojë abuzimet e pushtetit. Para të ashtu quajturës foltore përpara zyrave të Ramës, PD mblodhi grupin e saj parlamentare. Në fjalën e gjatë hapse, Sali Berisha e quajti buxhetin e 2026-s të qeverisë një piramidë mashtrimi, duke theksuar se rritja e tij buron nga çmimet e larta dhe jo nga zhvillimi real ekonomik. Sipas Berishës, të dhënat e Instat tregojnë se kartelet e drogës kanë efekt shkatrimtar mbi ekonominë, duke bërë që për herë të parë pas 32 vitesh, shteti të jetë kontribuesi kryesor në rritje, ndërsa prodhimi vendas dhe industrial janë në rënje. Lideri i opozitës akuzoi qeverinë për rënjen e euros me 30 deri në 35%, që ka falimentuar mijëra biznese dhe ka shkatëruar dhjetra mijëra vende pune, dhe denoncoi mungesën e transparencës të 28 qendrat për emigrantët, duke i quajtur ato dorëzim të shqiptarëve në kthetrat e mafjes. Berisha njoftoi se opozita do të riparaqes në parlament amendamentin për vendosjen e minimumit jetik mbi 200 euro, si hapin e parë për mbështetjen e qytetarëve, ndërsa paralajmëroi dialog intensiv dhe protesta të fuqishme kundër qeverisë. Në 35 vjetorin e lëvizjes studentore të dhjetorit 90, presidenti Bajram Begaj kujtoi guximin e të rinjve që hapën rrugën drejt demokracisë dhe integrimit evropian. E duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Thirrjet simbolike të studentëve shënojnë fillimin e një epoke të re. Më 8 dhjetor 1990, studentët dhe pedagogët marshuan nga qyteti Studenti drejt qendrës së Tiranës, duke grumbulluar mijëra qytetarë në një protestë paqësore për pluralizëm, integrim evropian dhe sundimin e ligjit. Lëvizja e tyre rrëzoi regjimin komunist dhe më 11 dhjetor zyrtarizoi pluralizmin politik. Kjo iniciativë historike çoi në themelimin e Partisë Demokratike dhe ndryshoi përfundimisht kursin e Shqipërisë, duke vënë themelet e një shteti demokratik dhe aspiratës europiane të shqiptarëve. Nga ana tjetër, demokratët krijuan agjendën e përvitshme. Sali Berisha në kujtim të Azem Ajdarit përkujtoi 8 dhjetorin 1990 si ditëlindjen e lirive shqiptare. Ai theksoi se studentët e Universitetit të Tiranës dhe të shkollave të tjera, të udhëhequra nga tribuni i lirisë Azem Ajdari, nisën protestat që rrëzuan regjimin komunist dhe vendosën pluralizmin politik në vetëm 72 orë. Berisha i quajti studentët ëngjëj të demokracisë dhe heronj të vërtet, që u ngritën të vetëm kundër regjimit më represiv të kohës, duke sfiduar tanket, mitrolozët dhe ushtrinë për liri dhe demokraci. Revolucioni i tyre paqësor ndryshoi historinë e Shqipërisë. Shqipëria renditet prej vitesh ndër vendet më problematike për lirinë e medias, jo për shkak të mungesës së teknologjisë, por për shkak të kontrollit të plot politik dhe ekonomik. Media nuk funksionon si mekanizëm llogaridhënie, por është kthyer në instrument të pushtetit dhe oligarkisë. TVSH-ja 20% mbi median online e bën pavarësinë e tyre të pamundur, ndërsa reklamat shtetërore shpërndahen vetëm tek mediat miqësore. Gazetarët përballen me presione, autocensur dhe kërcënime reale, ndërsa institucionet nuk i mbrojnë. Tregu i reklamave favorizon servilizmin, jo cilësinë, dhe çdo përpjekje për gazetari të lirë kërcënohet nga mungesa e mbështetjes financiare. Në këtë sistem ku pushteti, biznesi dhe krimi funksionojnë së bashku, zërat e lirë përjashtohen, izolohen dhe shtypen. Shteti që taton me taksa dhe shpërndan miliona për propagandë nuk kërkon llogaridhënie, por kontroll, armikun kryesor të lirisë së fjalës. Mandatet e SPAK dhe Byros Kombëtare të Hetimit nuk përputhen, duke krijuar një boshllëk të paprecedent në drejtësi. Drejtori i BKH-s do të emërohet për 5 vjet, 2 më shumë se mandati i mbetur i SPAK-ut, strukturës që udhëheq hetimet e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Procesi i emërimit u zvarrit për 3 muaj e gjysmë nga pazare politike mes drejtuesve të SPAK, KLP dhe oligarkisë, duke vendosur kontrollin mbi hetimet mbi pushtetin. Kur SPAK të përfundoi mandatin në 2029-ën, lind pyetja: kush do të drejtojë BKH-n, kush do të autorizojë hetimet dhe kush do të mbrojë funksionin prokurorial? Ekspertët paralajmërojnë se kjo situatë mund të çojë në paralizë të strukturës së posaçme, duke dobësuar luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ndërsa politika rrezikon të imponojë interesat e saj mbi drejtësinë.
Air Albania po përballet me probleme të mëdha operacionale. Sipas faqes zyrtare të aeroportit të Tiranës, më 8 dhe 9 dhjetor kompania nuk ka kryer asnjë fluturim, ndërsa destinacioni i vetëm ku vazhdohet shitja e biletave është Stambolli. Agjencitë e udhëtimit raportojnë se pasagerët e udhëtimeve ndërkontinentale po drejtohen përmes Prishtinës ose Podgoricës. Shkaku lidhet vetëm me Turkish Airlines për të shitur pjesën e saj prej 49% në Air Albania, ndërkohë që kompania prej kohësh operonte vetëm me linjat Stamboll-Milano. Air Albania e themeluar në vitin 2018 si partneritet publik-privat, ka rezultuar historikisht me humbje të larta, duke e çuar sot në prag të falimentit, ndërsa konkurrenca nga Wizz Air dhe Ryanair e ka shtypur më tej tregun e saj. Prokuroria shqiptare ka nisur hetimet për përgjimin e paligjshëm pas bllokimit në portin e Durrësit të pajisjeve përgjuese që vinin nga Italia. Pajisjet ishin në një automjet me 3 shtetas italian, 2 prej të cilëve pjesë e Guardia di Finanza, ndërsa i treti i kontraktuar prej tyre. Sipas burimeve, ata udhëtuan me tragetin Bari Durrës dhe qëndruan 12 orë në Shqipëri, ku dyshohet të kenë kryer përgjime ndaj subjekteve të caktuar. Kur tentuan të largoheshin përmes tragetit Durrës-Ancona, policia kufitare ka zbuluar pajisjet. Zyrtarët u morën në pyetje, por më pas u lejuan të ktheheshin në Itali. Pajisjet janë sekuestruar dhe do të nënshtrohen ekspertimit, ndërsa nuk rezulton të ketë pasur autorizim nga pala shqiptare për përdorimin e tyre. Raporti i Qendrës së Përbashkët të Kërkimit të Komisionit Evropian tregon se sezoni i zjarreve 2024 ishte më i gjati dhe më intensivi, me 8.343 zjarre që dogjen 383.317 hektar, mbi mesataren 17 vjeçare. Bullgaria, Greqia, Italia, Portugalia dhe Spanja ishin ndër vendet më të prekura të BE-s, ndërsa në vendet pjesëmarrëse në mekanizmin e mbrojtjes civile, Ukraina raportoi gjysmën e sipërfaqes së djegur, kryesisht pranë vijave të frontit. Ky trend në rritje vazhdon në 2025-ën, që pritet të jetë viti më i keq që nga fillimi i regjistrimeve të EFFIS. Bashkimi Evropian ka forcuar gatishmërinë me 2 fishimin e flotës ajrore, 26 ekipe toksore dhe një ekip vlerësimi të zjarrfikësve, ndërsa KE nënvizon rëndësinë e masave proaktive, menaxhimin e integruar të rrezikut, zgjedhjet e bazuara në natyrë dhe kujdesin e peizazhit për të zvogëluar ndjeshmërinë ndaj zjarreve. Protestat e fermerëve grek po përshkallëzohen në mbar vendin, duke bllokuar rrugët kryesore dhe duke shkaktuar kaos në trafik. Aeroporti i Heraklionit mbetet i mbyllur nga të dyja hyrjet, ndërsa fermerët përdorin traktorë dhe automjete bujqësore për të realizuar tubimet. Incidentet mes protestuesve dhe policisë janë intensive, përfshirë përmbytje të automjeteve policore, përdorim agjentësh kimik dhe plagosje të një civili dhe një oficeri. Fermerët kanë bllokuar gjithashtu akse kombëtare, përfshirë rrugën Kakavi-Janin, që lidh Shqipërinë me Greqinë, duke treguar një përplasje të thellë mes bujqësisë dhe autoriteteve. Bashkimi Evropian ka reaguar lidhur me strategjinë e re të sigurisë të propozuar nga presidenti amerikan Donald Trump, duke mirëpritur përparësinë ndaj përfundimit të luftës së Rusisë kundër Ukrainës. Por Brukseli nënvizon se Evropa dhe SBA janë ndajnë përgjegjësinë për të mbështetur një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme. Burimet evropiane theksojnë se Evropa mbetet jetike për SBA-n, duke forcuar tregtinë transatlantike dhe investimet në mbrojtje, përfshirë një paketë prej 800 miliardë eurosh për industrinë e mbrojtjes, lidhur me gjobën prej 120 milion eurosh ndaj platformës X. BE-ja thekson se vendimet e saj merren për interesin e saj, duke ruajtur autonominë rregullatore, lirinë e fjalës dhe rendin ndërkombëtar të bazuar në rregulla. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ndodhet në Londër për bisedime të rëndësishme mbi planin e paqes për Ukrainën me kryeministrin britanik Keir Starmer, presidentin francez Emmanuel Macron dhe kancelarin gjerman Friedrich Merz. Takimi vjen pas konsultimeve të fundit mes zyrtarëve ukrainas dhe amerikanë në Florida. Starmer theksoi nevojën për një marrëveshje paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme, ndërsa Zelensky falenderoi për mundësinë për të diskutuar çështjet më delikate. Macron dhe Merz u shprehën se Evropa dhe SBA-ja duhet të bashkëpunojnë ngushtë, duke mbështetur Ukrainën dhe duke shqyrtuar opsionet për të ndikuar mbi ekonominë ruse. Diskutimet vijuan me dyert të mbyllura, ndërsa fati i Ukrainës mbetet në qendër të vëmendjes së komunitetit ndërkombëtar, me theks mbi unitetin transatlantik dhe nevojën për një zgjidhje të qëndrueshme paqësore. Shkollat në Mbretërinë e Bashkuar po përballen me mungesa masive nxënësish dhe stafesh për shkak të shpërthimeve të gripit dhe viruseve të tjera, duke detyruar disa prej tyre të rikthehen në mësime online. Në St. Martins, në Wales,
Mbi 250 nxënës dhe mësues u sëmurën, ndërsa në County Londonderry munguan 170 nxënës në ditë. Virusi H3N2, i njohur si super gripi, po përhapet më shpejtësi dhe shkakton simptoma më të rënda si të vjella, diarre, temperaturë të lartë dhe kollë, me periudha rikuperimi rreth 7 ditë. Autoritetet shëndetësore rekomandojnë përdorimin e maskave dhe paralajmërojnë për një valë të madhe infeksionesh dhe rritje të shtrimeve në spital. Situata e rënduar shëndetësore prek edhe transportin, me rreth 100 pasagjerë dhe ekuipazh të prekur nga norovirusi gjatë një udhëtimi botëror, duke shtuar shqetësimin publik dhe nevojën për kujdes maksimal. Japonia u trondit sot nga një tërmet i fuqishëm me magnitudë 7.6 të shkallës Richter në vendlindje pranë Hachinohe, duke shkaktuar panik, plagosje dhe dëme materiale. Lëkundja me epicendër në det në 50 km thellësi goditi pikërisht në rajonin tragjik të vitit 2011, duke ngritur menjëherë shqetësime globale. Ekspertët paralajmërojnë se ky është një njëjti segment sismik që solli tsunamin shkatërues dhe krizën bërthamore në Fukushima. Dr. Simon Boxall tha se orët në vijim do të jenë vendimtare, teksa Japonia monitoron çdo zhvillim. Kryeministrja Sanae Takaichi shpalli gjendjen emergjente kombëtare dhe urdhëroi kontrolle të menjëhershme në centralet bërthamore. Deri tani nuk raportohet rrjedhje radioaktive, por ekipet janë në terren dhe monitorimi është maksimal. Ndërkohë janë pezulluar disa linja hekurudhore, ndërsa pas goditjet vazhdojnë. Autoritetet lëshuan alarm tsunami me paralajmërime për val deri në 3 metra. Vajza e Donald Trump, Ivanka, dhe bashkëshorti i saj Jared Kushner po zhvillojnë kërkime për Shqipërinë dhe shqiptarët, ndërsa përgatiten për investimin e madh në ishullin e Sazanit. Në një foto të postuar në Instagram, Ivanka shfaq 3 libra mbi historinë dhe kulturën shqiptare, duke shkruar thjesht kërkim. Ata vizituan Vlorën gjatë verës, ku drekuan në një restorant lokal me mikpritje të veçantë. Kushner dhe Ivanka planifikojnë ndërtimin e një resorti luksoz prej 1.4 miliard dollarësh, një projekt strategjik ku shteti shqiptar do të jetë partner. Ky udhëtim dhe përkushtimi i tyre ndaj njohjes së vendit tregojnë seriozitetin e investimit dhe interesin për historinë, kulturën dhe zhvillimin ekonomik të Shqipërisë.